jemi berës të paqes, jo mbjellës të hidhërimit. Ne jemi ata që sjellim gëzimin e Jezus Krishtit në këtë botë. Jeta është vetëm në Jezus Krishtit lart në qiell. Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ftoja Jezus Krishtin sot, thoj, Zoti Jezus, eja. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Baraku që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe në orën 10. Fillo sot një jetë të re me Perëndin. Rulem përpara Teje, Zot, për mëkatin që më ke falur në kryq. Nuk kam mrekullim më të madhe. Cili do që thret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, i janë falur mëkatet në përjetësi. Je një mëkatar i falur. Dhe kur ti je falur, je i shenjtë dhe ti duhet të ecësh në shenjtëri. Edhe në qoftë se do të vdisni, ju do t'ju duhet të jetoni përsëri. Ky është këmbi. Ky është këmbi. Vetëm në Radio Emanuel. Gur të gjallë. Rikthehemi në studio, miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus dhe në këto momente në studio është bashkuar i ftuari për ditën e sotme, sikurse kam prezantuar në hyrje të programit. Me ne sot do të jetë pastori Lidion Lilo. Përshëndetje, mirë se ke erdhur. Kënaqësi të jemi së bashku. Përshëndetje, mirë se u gjej. Në fakt, është paksa e vështirë të kem në studio, por gjithmonë kur je këtu, ndalemi tek tema të cilat besoj që janë shumë të rëndësishme për t'u trajtuar edhe për të përcjell më tepër mesazhe, më tepër inkurajim, më tepër shpresë, pse jo, tek të gjithë ata që na ndjekin. Edhe sot kam përzgjedhur për të ndalur tek një temë e cila mendoj që vlen për t'u trajtuar jo vetëm në aspektin psikologjik, të cilin un kam pasur mundësi për ta sjell edhe për gjatë puntatave të kaluara në programin Muzik Plus, por mbi të gjitha në atë biblik. Prandaj do të ndalemi tek ankthi dhe frika, si t'i përballojmë përmes besimit. Prandaj pa u mburko duhet të ndalem tek pyetja e parë, si mund ta dallojmë frikën e shëndetshme, e cila patjetër na mbron, nga ankthi i cili erës na paralizon, na pengon të ecim përpara në jetën tonë shpirtërore dhe në atë personale. Unë kur mundem, vi me shumë kënaqësi tek radio. Edhe shpresoj që gjërat që kemi mundësi t'i bisedojmë bashkë edhe t'i ndajmë për dëgjuesin të jenë me vlerë edhe për ata. Por kur mendojmë për këtë çështjen e frikës, tani frika është një përjetim jetësor, një përjetim i natyrshëm për njeriu, do të thosha unë. Edhe nisur nga ajo që shkrimi na thot, mos keni frikë, unë jam me ty, ka qindra vargje të tillë në shkrim, bazuar tek ajo, mund të themi me plot gojë që frika ndodh. Të paktën ta pranojmë këtë, që në përjetimet tona të përditshme e vërtetojnë që ne kemi frikë, trembemi, druhemi, por mendojmë për këtë, pse thot shkrimi mos keni frikë, pse na porosit. Mendoj që shkrimi e thot këtë njëkohësisht për të na treguar që frika është një përjetim i natyrshëm, por nga ana tjetër ne nuk kemi nevojë që të jetojmë me të. Por na duhet që të tregohemi, mendoj unë, të urtë edhe të dallojmë që kur shkrimi na thot mos, e thot këtë sepse megjithse është e natyrshme, kjo nuk është e dobishme. Frika nuk është e dobishme si një mënyrë e të jetuarit. Se edhe siç pyetet, që frika nga njëra anë mund të jetë paralizuese edhe pengesë për të rritur edhe për të funksionuar si njeri, ndërkohë që nga ana tjetër, mirë që e përjetojmë frikën. Po. Sepse është një ndjesi penguese, frenuese për të bërë ato gjëra që mund të jenë të rrezikshme ose të dëmshme, qoftë për individin vet ose edhe për të tjerët.
Prandaj qëndrojnë të dy anët e kësaj monedhe, që nga një anë frika mund të jetë penguese për mbushjen e jetës, po nga ana tjetër sa mirë që ekziston si ndjesi që do të frenoj për të bërë ato gjëra që nuk janë të dobishme. Tani kur shkojmë tek shkrimi, kur thot mos, mendoj që e ka fjalën pikërisht për këtë, për frikën paralizuese. Atë mos e ki, atë frikë që të pengon për ta jetuar jetën në të gjithë bollekun që Perëndia ka për ne, për na thot mos ndaj asaj frike që na pengon për të bërë ato gjëra që na japin jetë. Edhe është mirë që na thot mos bëj ose mos ki frikë në ato rastet kur ne kemi tendencën për të bërë veprime që janë të pahishme për jetën e njeriut. Për ta ilustruar, për shembull, ke një situatë me kolegët në punë, edhe nga frika ti nguron për ta ngritur një çështje, ndërkohë që mund ta bësh pa u grindur, pa bërë shumë rëmuj, mund ta shtrosh problemin edhe së bashku mund ta zgjidhësh. Ndryshe nga kjo është rasti, për shembull, kur bën mirë që të kesh frikë për t'u marrë me fjalë, për t'u punuar mbrapa krave, apo për t'i poshtëruar kolegët, edhe për të dalë në një farë mënyrë i larë për vete, edhe ti ulësh ata të tjerët. Prandaj këto janë të dyja anët e frikës. Nga njëra anë duhet kemi frikë për të bërë ato gjëra që nuk janë të ndershme ose që nuk i shkojnë për shtat jetës, edhe nga ana tjetër duhet të shmangim këtë frikën që na pengon për ta jetuar jetën në bollekun e saj, siç mund të jetë për shembull zgjidhja e konfliktit me kolegët. Prandaj them, ndoshta për ta mbyllur mendimin në këtë pikë, shkrimi nga njëra anë e jep lej që të kesh druajtje ndaj gjërave që nuk i kanë hije njeriut, mos i bëj ato, edhe nga ana tjetër të bën thirrje ose të kërkon që të kesh që të mos kesh frikë, më falni, që të mos tutesh për të bërë atë jetë që në fundit i pëlqen Perëndis për ne njerëzit. Si në çdo gjë tjetër, ajo ruajtja e balancës ndonjëherë është shumë e vështirë, por ne duhet jemi gjithmonë të urtë në atë që bëjmë, edhe të jemi të mençur, por edhe me vigjilencë për të ruajtur balancën dhe ekuilibrin edhe për sa i përket frikës për cilën ne jemi duke folur sot. Por si na ndihmon besimi në Zot në përballimin e pasigurisë dhe frikës që hasim ndoshta çdo ditë, sidomos në ato momente kur ne ndodhemi në vështirësi, kur jemi thuajse për tokë, të humbur. Po prap mendoj për shkrimin, për gjithë ato, të themi kështu, qindra vargje që thonë mos ki frikë, unë jam me ty, na thot Zoti. Fakti që Zoti është me mua edhe për mua, të mundëson që të jetosh edhe mes përballjeve më të vështira në jetë, pasigurive, frikës, vështirësive, që për hir të së vërtetës duhet ta pranojmë janë pjesë e kësaj jete. Jeta nuk është e ruajtur apo e mbrojtur nga këto gjëra. Më vjen ndërmend këto pjesë të shkrimit, për shembull Psalmi 118, Zoti është për mua, unë nuk do të kem frikë fare, thot shkrimi. Ose Psalmi më i njohur, Psalmi 23, kur na thuhet edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Tani dua të kapem pak te kjo e fundit fare, më japin zemër. Jeta me zemër jetohet. Edhe kush e formëson zemrën ton është Perëndia. Prandaj pyetjes që si ndikon besimi, përderisa jeta jetohet me zemër, edhe zemra jon formësohet nga Perëndia, padyshim që ka një lidhje të drejtë për drejtë me besimin tek Perëndia edhe mënyrën se si e përballojmë çfarëdo lloj situate. Ju thatë kur gjendemi për tokë, si ja dalim. Perëndia është ai që na jep zemër. Edhe mendoj në këtë mënyrë, e bën zemrën tonë të zonjën për të jetuar atë jetë që pavarësisht dallgëve me të cilët përballesh, pavarësisht stuhive me të cilat ndeshesh, ti
e di që nuk ke për të humbur, nuk ke për të mbytur në ato situata. Por njëkohësisht na bën edhe të zotët që edhe kur jeta jon nuk ka shumë sfida, por jemi shumë të gëzuar, si thot populli, nuk na merr koka erë, por qëndroj me këmbë në tokë. Me këmbë në tokë. Edhe kemi mundësi që t'ja dalim. Ndoshta shumë shkurtimisht, nëse më lejohet këtu, mendoj, meqense pyetja është në mes vështirësish. Kur mendoj për fillimet e besimit tim, ajo gjë që e bëri një nxitje tjetër për të ardhur tek Perëndia ishin pikërisht vështirësitë që unë kisha përjetuar në jetë. Tani, kur unë jam bërë besimtar, isha 15 vjeç, edhe ndoshta mund të pyetet, po çfarë vështirësish ka kaluar një 15 vjeçare? 15 vjeçar. Dhe tani, si ka vështirësitë dikush nuk i ka një tjetër, po një ngjarje me peshë në jetën time ishte kur babai im u nda nga jeta kur unë isha 12 vjeç. Edhe ka qenë tronditse, po edhe për këtë arsye tjetër, sepse më bëri mua të mendoja që jeta nuk ka asnjë lloj vlere. Je këtu, ca largohesh, nuk je më, me këtë mentalitet ishim rritur, edhe më dukej nuk ka ndonjë vështirësi më të madhe se kjo. Si ta kuptosh jetën, si ta jetosh atë përballë këtij realiteti që të duket i kot ndonjëherë pa vlerë. Po, në fundit, edhe kur unë dëgjova për Ungjillin, dëgjova për Krishtin, që ai ka vdekur por u ringjall, edhe mundi vdekjen, kjo më dha jashtëzakonisht shumë shpresë. Edhe më bëri që të vija tek ai, të dorëzohesha, të besoja atij me jetën time për jetë të amshuar, sikurse na thot Shkrimi. Në këtë kuptim dua të them që ja unë vetë e kam përjetuar që edhe stuit më të mëdha të jetës, kur i beson Perëndis, mund t'ja dalësh edhe mund t'i përballosh. Edhe kush jemi ne për të gjykuar edhe vështirësitë e sfidat e tjerëve, sepse gjithë secili prej nesh mund t'i përjetojë ndryshe. Ndoshta humbje në një prindje, apo ndoshta edhe gjëra që për dikon mund të duken shumë të vogla, por për personin në fjalë mund të jenë shumë të mëdha, sepse kjo varet nga mënyra se si ne i përjetojmë edhe se si i kalojmë të gjitha këto vështirësi. Por nga ana tjetër kam një pyetje, të cilën jam bazuar edhe tek realitetin në cilin e jetojmë, si mund të kuptojmë atë dallimin mes vetmisë si një kohë reflektimi, që është besoj e rëndësishme për secilin prej nesh, dhe një heshtjeje e cila duhet jetë e shëndetshme. Por nga ana tjetër kemi edhe një lloj vetmie e cila na përcjell një lloj zbrastie shpirtërore, ku njerëzit në ditët e sotme zgjedhin që era erës kur përballen ndoshta me vështirësi, me sfida, të izolohen paksa edhe të qëndrojnë të vetmuar. Po ja ta mendoj pak. Në këtë kuptim, kur thoni vetmia si një kohë reflektimi, mendoj që jemi duke folur për këtë përsiatje ose meditimin, kohën e qetë që jeni duke kërkuar në këtë kuptim që të dëgjoni prej Perëndisë dhe të merrni një lloj drejtimi për jetën. Atëherë mendoj që në kohë të tilla që faktikisht më bën të mendoj do t'i nxis njerëzit që kohë të tilla reflektimi, përsiatje, meditimi të ishin sa më të shpeshta. Sidomos në realitetin ku jetojmë, se jemi vazhdimisht të bombarduar me lajme, zhurmë, sensacione, tensione. Në mes të gjitha atyre është shumë e rëndësishme sa kohë kalon gjithë secili prej nesh për t'u lidhur me veten. Në një farë mënyre për t'i dhënë vetes hapësirë edhe mundësi për të dëgjuar ç'ke në mendje, ç'ke në zemër, për t'i kushtuar vëmendje asaj gjëje që është duke ndodhur brenda zemrës tënde edhe shpirtit tënd. Që të mundemi pastaj, duke e njohur veten tonë shumë mirë, edhe t'ja japim këtë vete ashtu sikurse jemi Perëndis. Sepse patjetër që duhet të shkojmë te kjo pikë, që të shkojmë edhe të takohemi me Perëndin. Sepse këto rastet e kohët e reflektimit bëhen të dobishme, edhe sikur të mos kesh asnjë lloj zhurme rreth e rrotull teje, vetëm nëse ato nuk janë të zbrasta, por janë të mbushura me mendime edhe me bisedë me Perëndin. Por më duket që si parakusht të kësaj, duhet ta njohim veten,
të jemi të sinqert ku gjendemi, çfarë na shqetëson. Të bëjmë një analizë të vetes. Shikohu në pasqyrë edhe çoja veten tënde Perëndis, në mënyrë që pastaj të mbushesh me mendjen, mendimet e tij, me zemrën e tij, me çfarë ka ai. Se më duket edhe kështu që paradoksi i botës në cilën ne jetojmë, me gjithë ato gjëra që na e mbushin jetën, edhe që mund të mendojmë nuk më duhet më asnjë gjë, është pikërisht kjo që pavarësisht se ka shumë ngjarje, shumë gjëra që na e mbushin njerëzit, na e mbushin jetën, njerëzit më duket që gjithmonë edhe më shumë e përjetojnë këtë që përmendet në pyetjen tuaj. Domethënë një lloj zbrastie shpirtërore që një lloj boshllëku që ndonjëherë thua ku e ka fillin, domethënë si ka mundësi që kam gjithçka edhe prap nga ana tjetër ndjej një lloj zbrastie. Sepse besoj që është një boshllëk që vetëm Perëndia mund ta mbush. Po kështu është, domethënë ne nuk gjejmë dot ndryshe rehat apo prekje asnjëherë, domethënë gjithmonë na duhet diçka tjetër, edhe ajo diçkaja tjetër që mungon është pikërisht kjo lidhja me Perëndin. Unë nuk mendoj që ne kemi për t'i shpëtuar ndonjëherë kësaj ndjesisë së boshllëkut që kemi ne për këtë zbrastin që ndjejmë ose mungesën e përmbushjes në jetë, por më kujtohet gjithmonë në raste të tilla kjo pjesë nga shkrimi që çdo bi do të ketë njeriu. Nëse edhe e fiton të gjithë botën, por humbet shpirtin e vet. Prandaj çka po i mëshoj në këtë çështje që po diskutojmë tani për çështjen e zbrastisë dhe vetmisë, është pikërisht kjo që duhet i kushtojmë vëmendje shpirtit. Edhe shpirti ynë e përmendet shumë mirë, tërësia e qenies tonë njerëzore e gjen prejhen vetëm tek Perëndia. Kur ai, se po mendoj edhe për këtë tani, kur ai është kënaqësia e jetës tonë, është ky katekizmi i shkurtër i Westminsterit që bën pyetjen e parë, cili është qëllimi i jetës së njeriut? Edhe përgjigjja është, qëllimi kryesor i njeriut është të lavdërojë Perëndin, edhe kjo është gjithashtu e rëndësishme, dhe të gjej kënaqësinë në të për jetë. Prandaj zbrastia jon, boshllëku ynë mund të mbushet me gjithçka tjetër, por për aq kohë sa Perëndia nuk është kënaqësia jon, ja e kemi fituar gjithë botën, e kemi humbur shpirtin. E çdo bika, po. Ashtu sikur se Vargu e thot. Edhe në vazhdim të kësaj, pastor, ne sot besoj patjetër edhe në mbyllje të bisedës do të keni mesazhe për dëgjuesit, por në kuadër të kësaj që jemi duke trajtuar në këtë momente, çfarë mesazhi do ju jepnit atyre personave që ndoshta janë duke në ndjekur në këto momente, ndjen të vetmuar, por një tjetër paradoks është që edhe pse këta persona janë të rrethuar me njerëz, jetojnë në qytete të mëdha, me komunitete, por vetmia është aty. Ata e ndjejnë e përjetojnë ditë pas dite. Prandaj, çfarë do të ndaje për këta persona? Çfarë mesazhi? Kur mendoj për këtë, më shkon mendja tek një misteri Perëndis që është kisha. Tani pse e them këtë? Sepse kur e lexon shkrimin, aty thuhet që ka pasur një plan të fshetë në mendjen e Perëndis, qysh prej fillimit. Edhe ishte pikërisht ky, më duket letra e Efesianëve e thotë që Perëndia kishte këtë mister në mendje që do t'i merrte të gjithë njerëzit pavarësisht racës, kulturës, kudo që janë ata, dhe do t'i bënte një popull të vetëm nën Krishtin. Nga kjo kuptojmë rëndësinë e komunitetit, kuptojmë sa e rëndësishme është që ne si njerëz të jetojmë në një komunitet, por si do ta bënte Zoti këtë është duke larguar muret ndarës. Çfarë do lloj gjëje që është duke i ndarë njerëzit. Tani në botë kuptimin e krishterë, gjëja që na ndan në radh parë me Perëndin, por pastaj edhe me njëri tjetrin është mëkati. Zoti e ka zgjidhur këtë çështje përmes flijimit të Krishtit. Mëkati është çuar në kryq, flijimi është larë përmes gjakut të Krishtit, edhe kushdo që e beson këtë të vërtet, atëherë jeton në liri, pa këtë mur ndarës me Perëndin. Dhe kur kjo rregullohet, atëherë largimi këtyre mureve të tjerë ndarës midis ne njerëzve na ndihmon pikërisht që të formojmë këtë komunitet në të cilin ne jetojmë atë jetën me bollëk që Perëndia ka për gjithë secili prej nesh. Por ndoshta pak më konkretisht për të zbritur nga e vërteta tek realiteti,
Kjo do të thotë atëherë që të duhet të bërë ca investim, ndoshta të duhet ty t'i prishësh muret ndarës që ke ndërtuar, ndoshta duhet vi dikush tjetër që ti largoj ato pengesa, qofshin shoqërore apo dimensioneve të tjera, në mënyrë që ne të jetojmë atë misterin e jashtëzakonshëm që Perëndia ka për ne. Prandaj ndoshta të duhet ty që të bësh ca hapa për afrimi me të tjerët. Mund të jesh ky tipi që veçohesh ose doja të thoshja e shijon vetmin, por nuk po flasim për atë kohën që e shijon, është më tepër për këtë vetmi që e vuan. Atëre dikush duhet të vi për krah teje, por nga ana tjetër edhe ti duhet që të investohesh për të qenë i cënueshëm edhe në dispozicion, edhe në këtë mënyrë të kalosh ca nga këto pengesa që realisht të vendosin në një vend që nuk është i shëndetshëm, nuk është i dobishëm. Ti nuk je duke e shijuar, të tjerët rreth rrotull teje nuk kanë për ta shijuar. Mendoj që jeta në komunitet ka shumë surpriza, në kuptimin e mirë të fjalës, që ndodhin ca gjëra shumë të mira aty. Në momentin që ti je i gatshëm të pranosh gjendjen në cilën je, ti je i gatshëm që ti bisedosh gjërat që të mundojnë me të tjerët, Zoti nuk i ka vendosur kot aty njerëzit rreth rrotull teje, i ka vendosur për të dhënë dorë edhe për të nxitur për një jetë më të plotë, që e bën komunitetin në këtë rast përgjegjës, që të jetë i vëmendshëm ndaj atyre njerëzve që janë duke vuajtur, qoftë nga frika, qoftë nga ankthi, qoftë nga vetmia. Po bëje një hap, mos presim vetëm nga të tjerët. Po, bëje një hap, qëndroj dikujt pranë. Mund ta zgjerojmë këtë edhe më gjerë. Mund të kesh gjithë gjërat e tjera mirë, por ke pengesa të tjera që mund të jenë shoqërore, sociale, racore ndonjëherë. Të jemi një komunitet, meqense ky është misteri që Perëndia ka për të sjellë njerëzit së bashku, që të ndërmarrim hapa edhe të qëndrojmë pranë atyre që ne i dallojmë që janë duke vuajtur. Patjetër. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të trajtuar edhe në këndvështrime të tjera pikërisht temën e ditës së sotme, frika, ankthi dhe nga ana tjetër se si mund t'i përballojmë përmes besimit, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore, vjen Çimi dhe Nisa me këngën Jezus të dua. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Jesus, i shenjë, i madhërishëm Jezus, i shenjë ti madhërishëm Jezus, sa jam bëlësht të embri yt Jezus, fryma jote shuan e tjen time, fjala jote drit për shtegun ti, Jezus të dua, Jezus të dua, të dua.
I shenjtë I madhërishëm Jezu, sa ëmbëlësh të emri yt Jezus, fryma jote shuan etjen time, fjala jote drit për shtegun tim, Jezus të dua, Jezus të dua, Jezus të dua, Jezus të dua, Jezus të dua është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me pastore Lidion Lilo. Dhe në fakt do ndalemi sërish tek tema që jemi duke trajtuar në ditën e sotme. Dhe pyetja e radhës që kam është se si mund ta përdorim besimin, pse jo, për të ndërtuar mbi gjitha një marrëdhënie më të thellë me Zotin dhe një ndjenjë reale përkatësie në komunitetin e kishës, meqense edhe pak më parë ne folëm për rëndësinë e komunitetit. Po unë shikoj si shumë të rëndësishëm komunitetin, nisur edhe nga fakti që Perëndia vet është komunitet, atë bir Shpirti i Shenjtë, ka qenë kështu nga përjetësia në përjetësi, dhe pastaj kur shikojmë që Zoti krijoi komunitet për njeriu. Prandaj në këtë kuptim, komuniteti është jashtëzakonisht shumë I nevojshëm. Edhe sikur se folëm pak më përpara, komuniteti I kishës është edhe më I veçantë, sepse ky ka qenë në mendjen e Perëndisë, misteri I tij për t'i sjellë të gjithë nën Krishtin, nga që përveç gjithë të tjerave, për të funksionuar patjetër si trupi I Krishtit, por përfshirte kjo edhe ndihma që I japim njëri tjetrit. Kur dhëm një gjymtyr e ndjen gjithë trupi, pastaj gjithë trupi reagon në mënyrë që çfarëdo lloj dhimbje që të ketë aty të shërohet, të rikuperohet. Edhe në këtë mënyrë e kuptojmë, besoj që është e qartë nevoja dhe domosdoshmëria e komunitetit. Madje mund të them edhe këtë që kur te kisha në Bilisht, disa nga përkushtimet kryesore që kemi, një midis tyre është pikërisht kjo që të mbledhurit së bashku. Jemi të përkushtuar ndaj mbledhjes së bashku, që nuk ka thjesht kuptimin vetëm kur mblidhemi të dielën, por ka kuptimin e kësaj çështje që po diskutojmë tani, përkatësia tek një komunitet. Jemi aty duke e ndihmuar njëri tjetrin. E tani ndoshta mund të jemi pozitiv në këtë drejtim, sepse jemi duke dhënë një vlerësim për veten, por në përgjithësi po të mendosh për kishën ungjillore ose komunitetin ungjillor, fakti që ne mblidhemi patjetër, por ja, kur mendoj për kishën time, për familjen time shpirtërore në Bilisht, janë në mënyrë të vazhdueshme I njëjti grup njerëzish që mblidhemi së bashku. Padyshim Zoti na jep hir, ka dhe njerëz të rinj, ka dhe nga ata që largohen, por marrëdhëniet qëndrojnë. Ky është një komunitet solid, I mblidhemi gjithmonë së bashku, e njohim njëri tjetrin jashtëzakonisht shumë mirë. Edhe në këtë mënyrë kemi mundësi që ta përkrajmë njëri tjetrin, edhe të festojmë së bashku gëzimet, por lidhur përsëri me temën. Çfarë bëjmë në kohën kur dikush është duke kaluar vështirësi? Nëse nuk ke një komunitet rreth rrotull teje, nëse nuk ke një familje mbështetëse, nëse nuk ke shok të mirë, në këtë rast nëse nuk ke një komunitet besimi që e mban përgjegjësinë e vet edhe të përkrahët përqafon në çfarëdo lloj situate, si mund ta përballosh atë? Tani ne si njerëz jemi të Zot, mund të përballojmë shumë gjëra veçmazi, por Zoti na ka krijuar për komunitet dhe e ka vendosur komunitetin aty pikërisht për të na ndihmuar. Dhe ndoshta vetëm nëse shkoj dhe pak më thellë tek pyetja që si mund ta përdorim besimin, lidhjen me Perëndin për të ndërtuar një komunitet sa më të
shëndetshëm, unë do thoshja që përkushtimi ndaj komunitetit është shumë i rëndësishëm. Nuk thot kod shkrimi mos hiqni dorë nga të mbledhurit bashk. Mund të kesh shumë arsye për të mërzitur, mund të lëndohesh edhe gjitha këto, por kur do shërohen gjitha situatat edhe problemet është në komunitet. Prandaj mos hiqni dorë. Edhe përveç kësaj, mos hiqni dorë edhe përkushtohuni. Unë mendoj edhe pak më tej që e rëndësishme për komunitetin e besimit nuk është vetëm thjesht që të jemi atje si konsumator. Vemi për të marrë çfarë është për t'u dhënë në një mbledhje të kishës apo në një aktivitet të kishës. Më shumë se sa konsumator, ne duhet jemi kontribues. Prandaj besimi na shtyn drejt veprave për të bërë ato vepra që Perëndia na ka besuar që të bëjmë. Edhe në këtë jetë si komunitet, ndërsa jemi së bashku, shërbejmë së bashku, i përkushtohemi njëri tjetrit, unë shoh vetëm jetë. Tani, padyshim, ka edhe konflikte, ka edhe sfida, gjëra të vështira, por besoj që është pikërisht në këtë komunitet të dashur, ku gjërat mund të diskutohen, edhe gjërat mund të zgjidhen. Edhe në këtë mënyrë, besimi është ai që ndikon edhe në mirëqenien e njeriut si individ, por edhe në krijimin e një pjesë të paktën në komunitet që është i shëndetshëm, që është pozitiv, edhe që mund të ndikojë pastaj edhe më gjerë të mendojmë që ne si besimtar jemi në shkolla, shkojmë në dyqane, jemi në lagje, kudo që jemi mund të bëhemi një agent në kuptimin e mirë të fjalës për gjithë shëndetin që Perëndia ka dëshirë t'i jap botës tonë, që e kemi përmendur tani, është e thyer, jeton me frikë, ka zhgënjime nga më të ndryshmet. Ne mund ta sjellim këtë botë kuptimin e krishterë, që Zoti është aty, është duke u kujdesur. Mund të sillim këtë shpresë, këtë siguri mbi të gjitha edhe dashurinë e tij. Nuk e di nëse mund të listoje disa hapa, apo nuk e di se si ju do ta sillni në këto momente, por pyetja ime është se cilat janë hapat e parë që një person mund të ndërmarrë, pse jo, për të filluar shërimin e plagëve në aspektin emocional që vijnë nga dhimbja, nga përvoja të vështira të skaluarës, nga sfida të ndryshme. Më vjen ndërmend një himn që e këndojmë shpesh në kishat tona. Është çmik nash Jezu Krishti. Është një këngë që në fakt është e radhës pas hapësirës që do të kemi. Pa e ditur e përmend këtë, por si thon disa vargje atje, vetëm thjesht për ti sjell. Kemi ngasje dhe mundime, jemi mbush me hidhërim, le t'ja bëjmë të njohur Zotit, na dhuron ai gëzim. Pyesni çfarë hapash mund të ndërmarrim kur jemi duke përjetuar plag, dhimbje, frikë, ankth. Po ja, i kemi ngasjet, i kemi mundimet në jetë, nuk ju shpëtojmë atyre, jemi të mbushur ndoshta edhe me hidhërim për fatin ton apo ku diun se çfarë, po le t'ja bëjmë të njohur Zotit. Është ai që do të na sjell gëzim. Çmiknash Jezu Krishti vazhdon të thotë në je rënd i ngarkuar që ndodh, edhe barën nuk e mban dot, edhe kjo ndodh, nuk e mban dot. Ngrilar syt dhe vështro Zotin, veten mos mundo më kot. Të mërzitin njerëzia, patjetër. Edhe nuk të ka mbetur asnjë mik mbi dhe, thuaja të gjitha Zotit, ai është miku më besnik. Prandaj, si t'ja fillojmë, çfarë hapi të parë të hedhim, është t'i hapim zemrën tonë Perëndis. Sepse o gëzim shumë largojmë, thot përsëri çmiknash Jezu Krishti, o çmundime heqim kot. Pse ndodh kjo? Vetëm se nuk ja bëjmë të njohur me lutjen tonë të Madhit Zot. Po përveç kësaj, sepse është e lehtë të thuash, po mirë, do t'ja jap të gjithë shqetësimin tim Perëndis edhe ai do ta mbaj. Gjë që e bën, Zoti thotë, un jam me ty. Ti kthehemi prap komunitetit. Zoti nuk e ka vendosur komunitetin rreth rrotull nesh kot. Por na duhet, mendoj që të jemi mjaft të hapur, mjaft të përulur, mjaft të cënueshëm. Se ndonjëherë kemi edhe këtë krenarin që jo, nuk kemi nevojë ne për ndihmë, nuk dua të. Edhe besoj që kjo na pengon më së shumti në hedhjen e të gjitha këtyre. Ndoshta edhe të penguar nga kjo, por nuk e di çfarë do mendojnë njerëzit për mua edhe kështu me radhë. Tani, nëse i besojmë punës së Zotit në jetën e njerëzve që i ka vendosur rreth rrotull nesh, sidomos në një komunitet të kishës,
që njerëzit padyshim mund gabojnë, por nga ana tjetër, nëse i besojmë që Zoti ka vendosur ata aty për të bërë mirë, atëherë ka shpresë që në rastet kur na duhet të jemi të cënueshëm, të hapur, të rrëfehemi siç na thot Jakobi, të nxjerrim në dritë mëkatin, po do jetë e dhimbshme, të tregojmë stresin, të tregojmë ankthin që kemi dhe të gjitha këto, po mund të jetë e sikletshme, por në raste të tilla, kur njerëzit të njohin për situatën në cilën je, kur je kaq i ndershëm edhe përpara Perëndis, unë mund të shpresoj vetëm tek më e mira, që kur gjërat dalin në dritë, drita e Perëndis edhe e komunitetit të krishterë ka për t'i shëruar ato. Prandaj, po, hapi parë, thuaja Zotit, hapi dytë, pa dashur që të bëjmë një listë shumë të gjatë, rrethoje veten me një komunitet të shëndetshëm, besoju njerëzve që janë aty edhe që Perëndia do t'i përdorë për të ndihmuar, sidomos përkundrejt këtyre gjërave që po flasim sot, ankthit, frikës, vetmisë edhe të gjitha këto. Dhe një temë e cila besoj është shumë e rëndësishme për të trajtuar dhe jo pa qëllim jam dalur tek falja. Sa e rëndësishme është falja, jo vetëm ndaj të tjerëve, por ndonjëherë edhe ndaj vetes, në gjithë këtë procesin e shërimit shpirtëror dhe emocional për cilin ne jemi duke folur. Tani më duket që kjo është një temë kaq e gjerë. Jam dakord unë, kam dashur të ndalem paksa në të gjitha, por patjetër, kjo është një temë që mund ta trajtosh totalisht më vete. Jo, është mirë që po ndalim në aspekte të ndryshme. Ndoshta në këtë mënyrë jam duke e vetë ftuar veten për një bisedë tjetër. Pse ja? Por kur vjen puna tek falja, padyshim që është një nga ato gjërat më themelore që e ndihmon zemrën tonë për të jetuar e lirë, për të jetuar e lirë me Perëndin, për të jetuar i lirë me të tjerët. Dhe kam përshtypje që ankthi, shqetësimi, frika dhe të gjitha këto, kur vishen me dashuri, edhe falja është pjesë e asaj, padyshim që e sjellim veten në një vend më të shëndetshëm. Po mendoj tani, ndoshta edhe për të treguar pak si prapa skenën e bisedës tonë. Unë nuk vi këtu si profesionist, nuk jam psikolog që të di domosdoshmërisht në atë nivel se si funksionojnë të gjitha këto, por duke u nisur nga shkrimi edhe nga përvoja e jetës, di që kur zgjedhim të falim, kemi mundësi që të jetojmë atë jetë që Perëndis i pëlqen. Edhe kur zgjedhim të kundërtën, jemi duke e izoluar veten tonë në një mënyrë të tillë që kemi për të humbur shumë nga gjithë bollaku që Zoti ka për ne, por edhe nga gjithçka tjetër që Perëndia dëshiron të bëjë në komunitetet tona. Sjell ndërmend momente të vështira në shërbes, kur njerëzit për arsye nga më të ndryshmet janë në konflikt ose në mosmarrveshje. Në qoftë se kemi përullësinë për të ardhur, për të ulur, për të biseduar, çdo gjë fillon me një bisedë. Ajo që përmendet edhe më parë. Qoftë edhe ato konfliktet e vogla në ambientin e punës. Po, në qoftë se jemi të hapur edhe i nxjerrim gjëra të tilla në dritë, edhe falja luan një rol të madh këtu, atëre sërish ta them, vetëm mund të shpresosh për më mirë, për më shumë shëndet, sepse kur tregohesh mjaft i përulur, e pranon gabimin, ose edhe ja vë në pa tjetrit që të vi në vete dhe të kuptoj dëmin që mund të ketë shkaktuar, kur krijohet kjo atmosfera që ne kemi mundësi të pranojmë realisht çfarë ka ndodhur, edhe të ofrojmë falje edhe të pranojmë falje, kemi gjithmonë edhe më shumë shëndet. Por ti e bëre pyetjen shumë interesante, sepse nuk pyete vetëm për faljen karshi tjetrit, por edhe për faljen për veten. Edhe kjo është interesante, se ne edhe në gjuhën popullore e përdorim shpesh këtë shprehje, nuk ja fal vetes. Domethënë nuk ja jap lejen vetes për një gjë të tillë. Tani kjo mund të ketë sfonde të ndryshme dhe ne, siç thash, duhet bëjmë një bisedë tjetër, nuk kemi mundësi që t'i prekim të gjitha gjërat, por
duhet tregohemi pak të kujdesshëm kur themi nuk ja fal vetes, sepse do të thotë që je duke ja mbajtur në llogari vetes diçka, çfarëdo qoftë ajo. Edhe ky është koncepti i faljes. Çfarë do të thotë që të falësh, për shembull kur flasim për një tjetër, nuk ja mban në llogari. Nuk po mohon realitetin, nuk po mohon dhimbjen që të shkaktuar nga fjala apo veprimi i dikujt tjetër. Falja nuk ka të bëjë me injorimin e realitetit ose të thuash që s'ka gjë. Jo, ka gjë. Në botë kuptimin e krishterë, ka kaq shumë gjë sa Krishtit ju desh që të vinte të vdiste për mëkatet tona. Prandaj ka gjë. Por ka shpengim. Perëndia na ofron falje dhe si të falur që jemi, kemi mundësi me forcën e Perëndisë dhe me dashurinë e tij të falim edhe të tjerët. Por për t'ju kthyer faljes së vetes, është pikërisht kjo. Të mos e ngarkojmë veten përtej asaj që duhet. Duhet jemi të sinqert, le ta pranojmë, ose mund të kemi lënduar, të themi kjo është një anë, ose na kanë lënduar nga ana tjetër, le të mos e injorojmë këtë, por ta pranojmë realitetin, edhe nga ana tjetër të mos e lejojmë çfarëdo lloj historie, çfarëdo lloj shqetësimi që të bëhet një lloj bagazhi i tillë që na pengon për të ecur përpara. Por ndoshta për ta lidhur edhe me gjërat e tjera që kemi thënë në këtë bisedë, kemi nevojë të shkojmë tek Perëndia. Nuk mendoj që e bëjmë dot vetë, kemi nevojë që të shkojmë tek komuniteti. Shkrimi është i tejmbushur me porosi edhe për këtë. Shkon tek altari, je duke u lutur, kujtohesh që dikush ka diçka kundër teje, Zoti thotë po lëre aty ofertën që do të sillje në altar, lutjen që është e rëndësishme, je duke biseduar me Perëndin, edhe shko më përpara, pajtohu me vllajin apo me motrën tënde dhe pastaj ktheu prap, ka kohë, nuk ka problem, por mos e merr me vete këtë bagazh, këtë gjë që do të pengoj për të jetuar bollëkun e jetës me Perëndin. Edhe mendoj që ndoshta për momentin kemi thënë mjaftueshëm, por mendoj që të dyja janë të vërteta. Edhe duhet që në raport me të tjerët të pranojmë faljen e tyre, edhe të kërkojmë falje, edhe të falim kur ata na kanë lënduar ne, por po ashtu edhe ndaj vetes, të mësohemi të jetojmë në hirin e mrekullueshëm të Perëndisë. Sepse nëse e lëmë njan këtë edhe jetojmë me një peshfaj që zgjidhet vetëm duke ja çuar Zotit edhe duke e pranuar realitetin, po të jetojmë me atë peshë pengohemi nga gjithë bollëku që Perëndia ka në marrëdhënien tonë me të, në marrëdhënien tonë me njëri tjetrin, me komunitetin në përgjithësi. Por ndoshta e lëm këtu këtë, edhe në një moment tjetër mundet që të zgjerohemi edhe më shumë. Edhe pse jo, meqense ju sollët si shembull këngën Çmik na është Jezus Krishti, unë e përmenda edhe pak më sipër që pikërisht është kënga e radhës që do të ndjekim në këtë shkëputje të shkurtër muzikore, kënduar nga Petrina Kalaveshi. E ndjekim së bashku miq dhe rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur edhe tek diçka e fundit në bisedën e ditës së sotme me Pastore Lidionin. Është Jezus Krishti, në çdo rast ai na mbron. Shprivilegj ti shpijen Zoti, çdo gjë që zemrën na lëndon. O çgësim shumë e largojmë, o çmendim se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhizor. Kemi nga sjellë mundime, kemi mush me hidhëri, letja bëjmë të njohur Zoti,
është miku më besnik. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbet mi dhe një mik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Çmikna është Jezus Krishti, është kënga që sapo keni ndjekur në këto momente dhe pak më parë me pastorin kemi folur për faljen, shumë e rëndësishme, falja kundrejt vetes, kundrejt të tjerëve, por besoj që kjo falje na sjell atë që ne do të flasim edhe në këto momente, paqen. Prandaj, si mund të gjejmë për te faljes, paqen e brendshme dhe qëndrueshmërinë shpirtërore, kur ndoshta rreth nesh gjithçka duket e paqëndrueshme, mund të duket si një lloj krize personale, shoqërore. I bëj këto pyetje edhe duke ju referuar realitetit dhe shoqërisë në cilin ne jetojmë sot. Po, ndoshta të shikojmë këtë në dy nivele të ndryshme, në një shkallë të gjerë botërore. E dim që bota është e trazuar, ka luftra, konflikte, situata ekonomike, politike, shoqërore, gjitha këto. Shumë pasiguri. Po, edhe shkrimi e bën të qartë që gjitha këto do të ndodhin. Nuk na është premtuar që ne do të jemi të mbrojtur nga këto. Kanë për të ndodhur. Pastaj duke e sjell këtë edhe në një nivel më personal, edhe nëse nuk ka luftra edhe trazira në botë, shpirti ynë e kemi përmendur sot, është i trazuar nga situata nga më të ndryshmet. Gjëra që ndoshta edhe ja shkaktojnë vetes, por ka gjëra që të tjerët i bëjnë edhe shpirti ynë reagon. Edhe çka është e dëshirueshme në të gjitha këto situata është gjithmonë kjo, gjetja e paqes. Por ndoshta jo për ta thjeshtuar, se kështu tingëllon ndonjëherë që hajta thjeshtojmë edhe shkojmë paqen e gjejmë vetëm tek Perëndia, por është një realitet që është i pamohueshëm. Gjëja më kryesore në mes të gjithçkaje është që të gjejmë paqen me Perëndin, edhe do të thotë që vetëm prej Perëndis mund ta gjejmë paqen. Kudo që gjithandej ku lexon në shkrim, shkrimi na e thotë që Perëndia është Perëndia i paqes. Vetëm merrni paqen time. Po, paqen ju lë, tha Krishti. Edhe vetëm të dielën e fundit kur ishim në kish në shërbes, ndoshta edhe nga që kam qenë duke lexuar letrën e hebrejve kohët e fundit, por është një pjesë e jashtëzakonshme atje në kapitullin 13 ku thuhet tani Perëndia i paqes. Edhe vazhdon të thotë ai që solli lart prej të vdekurve bariun e madh të deleve, përmes gjakut të beslidhjes së përjetshme, Zotin ton Jezu Krisht. Ai ju aftësoft, thot, me çdo të mirë që të bëni vullnetin e tij, duke bërë në ne atë që është e pëlqyeshme përpara tij, nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Amen. Perëndia është i paqes, edhe Perëndis i pëlqen paqja. Perëndia ka bërë paqe me ne përmes Krishtit, prandaj paqja nuk vjen pa kosto, ka kosto. Ndonjëherë paqja me një person me cilin nuk shkon vjen po ta lidhim me faljen, nëse e pranojmë gabimin që mund të ketë ndodhur edhe shkojmë edhe kërkojmë falje. Prandaj ka ca sakrifica që duhen bërë. Për jetën personale të njeriut, ndoshta një sakrificë, ta themi kështu në thonjza, është që të mos i kushtosh kaq shumë vëmendje vetes edhe egoizmit tënd, po ti nënshtrohesh Perëndis, edhe të fillosh ti shikosh gjërat edhe ti mendosh sipas mendjes edhe fjalës së tij. Prandaj paqja është e mundur, do të thoshja, për shkak të Perëndis. Ai interesohet, është Perëndia i paqes, por e kuptojmë gjithashtu që paqja vjen me një kosto edhe duhet që të jemi të gatshëm që ta paguajmë atë. E di që ndonjëherë mendja jon nuk e rrog dot këtë, që si është e mundur që
në mes të lëndimit apo në mes të vështirësive, në mes të dhimbjes. Dhimbjes e gjitha këto që të kemi paqen, po shkrimi kështu thotë që Perëndia na jep një paqe që e tejkalon çdo zgjuarsi tonën, e tejkalon atë aftësinë e mendjes tonë. Është e pakuptueshme, por është reale. Se ndonjëherë mund të mendosh që nga që nuk e kupton dot nuk është reale, por mund të paktën ne si krishterë mund të dëshmojmë që paqja është e mundur, sepse gëzojmë në radh parë paqe me Perëndin, dëshmojmë që paqja është e mundur edhe midis njerëzve, sepse e dëshmojmë këtë në marrëdhëniet tona. Edhe nëse kjo është e vërtet në këtë nivel, mund të besojmë që është e vërtet edhe në atë shkallën më të madhe botërore. Kombet mund të jetojnë në paqe, edhe çdo gjë mund të vijë në shalomin e Perëndis. Kjo më bën të mendoj tani edhe për këtë tjetrën që ky është synimi përfundimtar i Zotit, që ai do të sjellë mbretërinë e tij, shalomin e tij në të gjithë realitetin. Jo vetëm në kuptimin e shpëtimit të shpirtrave që ne do të jemi me Perëndin, por në kuptimin e asaj që thot zbulesa, krijimi i ri, qielli i ri, tokë e re, nuk do të ketë më as lot, as dhimbje. Tani ky është vizioni ose realiteti i të ardhmes që ne do të gëzojmë me Perëndin, edhe rruga për atje fillon që tani. Këtë realitet të qiellit, siç e kemi lutjen, ardh mbretëria jote, u bë vullneti yt këtu në tokë, tani, sikurse bëhet në qiell. Prandaj të përveshim mangët edhe të punojmë për shalomin, për paqen e Perëndis në këtë botë. Duke qenë se po mbrim kështu në fund të bisedës sonë në studio, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, nëse do të kishe një mesazh që lidhet pse jo me shpresën, me inkurajimin, edhe për ditët kur ndoshta dëgjuesit që janë në këto momente mund të ndjehen të lodhur, mund të ndjehen të pasigurt apo të vetmuar, cili do të ishte ai mesazh? Kemi menduar shumë në këtë bisedë për faktin që Perëndia, ose të paktën e kemi përmendur që Perëndia është me ne. Perëndia është për ne. Perëndia nuk është kundër nesh. Në këtë kuptim, le të përqafojmë të vërtetën që jeta me gjithë vështirësitë e saj, me gjithë problemet e saj, është e bukur sepse është dhuratë e Perëndis. Është e bukur edhe për këtë arsye që çfarëdo lloj gjëje që është e vështirë, edhe e dhemsur, luftë edhe kështu me radhë, Perëndia është i Zoti që t'i shpengoj. Edhe për këtë arsye, unë vetëm thjesht mund të përpiqem për t'ju dhënë njerëzve zemër në këtë që të jemi real që jeta është e vështirë, por nga ana tjetër, kjo botë nuk është jetime. Perëndia është me ne, dha birin e tij për të shlyer mëkatin e botës, për të sjellë paqe në këtë botë. Edhe sa ngushëlluese duhet të jetë për ne njerëzit kur e përqafojmë këtë bindje që nuk jemi jetim, nuk jemi lënë vetëm, nuk jemi të pandim në këtë botë, nuk jemi të braktisur. Perëndia është aty, Perëndia është duke u kujdesur. Jo vetëm thjesht ndoshta nga ky këndvështrimi kështu pasiv. Zoti është aktiv. Zoti është duke vepruar në çdo moment i historisë për ta lidhur me atë që folëm pak më sipër. Zoti është aktiv në çdo moment i historisë për të sjellë shalomin e tij. Edhe shpresoj që e gjitha kjo t'ju jap zemër njerëzve në të gjitha të rrëmujën që ndoshta janë duke përjetuar brenda shpirtit të tyre, që Perëndia nuk i ka lënë, nuk i ka braktisur, ama shkrimi e thotë që kërkojeni Perëndin, afrojuni Perëndis edhe ai do t'ju afrohet juve. Prandaj ndoshta kjo është edhe një moment ku mund t'i themi vetes, le të bëjmë një lloj inventari të zemrës edhe të situatës tonë. Nëse jemi duke e kërkuar Perëndin, do të shohim që ai është aty. Nëse i mbyllim syt ndaj këtij realiteti, atëherë do ta kemi të vështirë që të shikojmë Perëndin, paqen e tij, shalomin e tij në jetën tonë. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ishte kënaqësi të ishim së bashku dhe pse jo, je gjithmonë i mirëpritur për të ndalur tek tema të tjera, edhe për të përcjellë më tepër inkurajim, më tepër shpresë, më tepër mesazhe për gjithë ata që na ndjekin, kudo ku janë. Faleminderit edhe nga unë, ishte kënaqësi, e kam shijuar bisedën. Edhe unë totalisht. Edhe shpresoj që dhe jam përfshirë gjatë gjithë kohës në gjithçka që ju keni thënë.
shpresoj gjithashtu që përtej nesh këtu në studio, ata që na kanë dëgjuar të kenë ndier prekjen e Perëndis, dorën e tij mbi jetën e tyre, sikurse e kemi përmendur. Perëndia është me ne. Ne përfundojmë bisedën tonë në studio në këto momente. Të falenderoj edhe një herë pastor, të uroj një ditë mbar në vazhdim. Shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus në këtë të mërkurë. Un kam një